ka përmend Ibnul Qayyim rahimullah 4 shkalla që ky xhihad domethënë të plotësohet, të përmbushet, ky xhihadi nefs duhet domethënë me kalu 4 shkalla. Xhawarit kishin thonë nave shumë këta 4 shkalla, ne du me njëherë të futemi. Se kjo është logjika e xhawaritëve. Shumë gjatë po shkon ky xhihadi juaj. Ne du me njëherë. Nuk ka me njëherë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam 13 vjet të tëra i edukon të sahabët e tij ridwanullahi alejhim në Mekë. Pastaj edhe në Medinë. 4 shkalla. Nuk shkon shpejt. Nuk shkon shpejt. Shpejt vetëm te xhawaritët. Te ata që bojnë domethënë shkatrime, çrregullime, prishje. Shkalla e parë, shkalla për dëgjoni mirë, do thënë këta janë shumë me rëndësi. Edhe tan të Imam Ibnul Qayyim rahimullah, një mjeshtër domethënë jashtëzakonisht i talentuar. Sepse Imam Ibnul Qayyim rahimahullah i ka nxjerr këto 4 shkalla jo prej xhepit vet, po prej Kur'anit dhe Sunnetit. Thot Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, që me luftu nefsin që derisa ta kuptoj shfen e Allahut dhe udhëzimin me të cilin ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Po kjo na shkon gjithë jeta. Po shkon. Do thonë ta luftojsh nefsin tënd derisa ta kuptojsh domethënë fen e Allahut subhanahu wa taala dhe udhëzimin me të cilin ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo është shkalla e parë. Shkalla e dytë, mertebatu thania, që me luftu nefsin që të punojsh me atë që e ke mësuar dhe e ke kuptuar. Kjo është shkalla e dytë, të punojsh me atë që e ke mësu dhe e ke kuptu. Shkalla e tretë është, që atë që e ke mësu dhe ke punu dhe e ke kuptu, të apërcjellish të tjerëve. Të apërcjellish të tjerëve. Shkalla e katërt, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është që personi në fjalë, kur ka mësu, ka kuptu, ka punu, ka përcjell, atëherë do më thonë, kur përballet me vështirësi dhe dëme në këtë rrugë, ai do më thonë i duron ata. Ai i duron. Atëherë, thot Sheikh Zejdi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kur i plotson robi këto 4 shkalla, atëherë ai e ka mundësinë domethënë që me luftu dikë tjetër. Me u ballafaqu me dikë tjetër në fushë betejë. Pa me i plotsu këto domethënë e ke kot. Se ai një vllai jon që na tregonte domethënë në Libi vitet e 90-ta, ku diku ka ndash me shkuata në Irak ose ku diku. E në vjen tha njëri na pyet a bën me shku në filan vend të filan ku diku. E ne tu e pi cigaren, tu e hek cigaren. A i thot, ittaqillah, ke frikë Allahun, lije këto cigaret njëherë, duhanin. Jo po i thot, së ne le duhanin, kam vështirësi une. Atër i thot, ti ke vështirësi këto cigare me lënë, e do nesër me u ballafaqu me dikën, në fushë bete, si ka mundësi kjo. Ti do thonë, vetën njerë nuk e ke mund, do në ta mundish tjetrin. Nuk shkon kjo, do më thonë. Prandaj, këta ndo më thonë çështje që duhet me pas njeriu parasysh. Edhe kush vjen edhe don me të mashtru që ti sa ke hyrë në Islam, as do shta 2 faqe nuk i ke lexu, edhe don me të fut domethënë për këto rrugë domethënë të errta, mos i beso. Mos i beso se janë mashtrues. Se janë mashtrues domethënë, shikon, ja do ti të mësosh. Të mësojsh fenë Allahu subhanahu wa taala, ta kuptojsh, ta zbatojsh. Jo ti as nuk ke mësu, as në farë lloj rregull, ndoshta ata as suratul Fatiha nuk din ta lexojnë. Edhe hajde shko domethënë atje.